me barazin dhe me fitoren. Me një gol nga korna, duhet ishim më të kujdesshëm aty. Normalisht Malisheva filloi më mirë se na ndeshja. Ne ishim pak nervoz, nuk ishim qartë. E kuptoj edhe fillimin e lojës sepse nga kesa këta ditë kokën e molle, sidomos psikologjike, punë është një muaj me mënyrë tjetër lojet, me lojtarë tjerë në fushë dhe të lush ashtu siç luajmë sot. Për mua është arritje, i përgëzoj djemë sepse ka njëtu me stres deri në sekondën e fundit para ndeshjes. Çfarë ju pëlqeu më shumë sonte profesorët e skuadrës dhe çfarë nuk ju pëlqeu? Më shumë më pëlqej fitoria, kurse ajo që më pëlqej është që mu do të më shënu gol tjetër, doshim të ishim më pragmatista, doshim ta mbyllshim ndeshjen sepse me një lojtar më pak nuk luajt me ashtu siç duhet, bides lam hapësinë edhe në mbrojtje gjë që mund të ndëshkoshim, kështu që kjo është ajo që më pëlqen. Profesor, kur fiton nuk ka vend për kritika, ju e thatë edhe vetë, mbrojtja futui, profesor. Jo, mbrojtja nuk është vetëm mbrojtja. Duhet ishte mes fusha më agresive, duhet ishte sulmi më agresiv në aspektin defensiv, mandej vetë mbrojtja dhe portieri. Kështu që kur gabojmë, unë nuk them thjesht mbrojtja, por them komplet ekipin fazë mbrojtje se gabojmë. Kështu që në del për detyrë me rregull. Pas kartonit koç profesor prit një gol i tretë, por në fakt Malisheva rrezikoi disa. Nuk është se dominoi, po pati rast për barazu. Jo, pati rast, prandaj thosha ajo që s'm pëlqejnë pjesën e dytë është mas 2-1 me një lojtar më tepër, në vend se të shënoshim golin e tretë, ishim më të qetë për ndeshjen e kthimit, lirum ndeshjen, nuk dha me goditje e fundit. Dhe kishim rrezik që të hoshim golin e barazimit, kjo ishte e pafalshme. Gjithsesi kishim edhe pak fat, sepse ishin raste që ishin me të vërtetë raste për Malishevën. Jemi më afër kualifikimit? Jo, nuk mendoj, jemi 50-50, atje është një ndeshje tjetër, një ritëm tjetër, një fushë tjetër, një ndeshje prap edhe më vështirë se kjo që ishte sot. Profesor, nëse Vllaznia do ta kishte grupin e plot, mund të kishim ndoshta një paraqitje përsëri më të mirë dhe ndoshta edhe ndonjë diferencë. Nuk e diskutoj fare, kur po të kisha ekipin e plot, nuk do të ishte kjo rezultat, do të ishte rezultat tjetër, por gjithsesi s'kena çfarë bëjmë. Përgëzohet. I kënaqur me mbledhjet e reja, një super gol të Emiliano Musës me një rrok ton që punoi fort në majën e sulmit. Ne kishim edhe shumë probleme tjera që i kishim tribungas, ata të dy si Musta si Toma na ndihmuan shumë, edhe Emiliano me golin edhe fazën e mbrojtjes, po edhe Toma krijoi shumë volum, bani ndeshje të mirë, gjithsesi thash jeni atar për më përmirësu. Kolegu juaj Bërdarit deklaroi se do ta përmirësi në Kosovë ndeshjen e kthimit. Ne do të shkojmë bëjmë ndeshjen tonë, e di që është ndeshje e vështirë, ndeshje e hapur, edhe fitoft më mirë. Profesor, ka shpresa për të federuar ndonjë lojtar ndeshjen tjetër apo me Nuk lejohet. E vetmja e re që do të jetë Tafili që ka me kartel të kuqës s'ka luajtur atje, duhet i marrë më tepër sepse ndrimet janë shumë të rëndësishme, kështu që po besoj që edhe këto minuta që vëllaren sot do t'i ndihmojnë sa do pak që për ndeshjet të jenë më të lirë fushën e lojës. Është shqetësuar se për një profesor fakti që ndeshja do të luhet në një orar disi të pazakonshëm në orën 16. Nuk e di eksaktësisht kur bëhet në orën 16. saktuar apo? Nuk e di, unë e di që është në darkë. Megjithatë kur do që tjetër njësoj është. Kjo fitore është edhe një, po themi, përgjigje për gojët e liga, sepse klubi Vllaznia gjatë gjithë këtyre ditëve ka qenë në një lumë kritikash, po mund të themi edhe sulme për mungesën e lojtarëve. Sot Vllaznia tregoi, besoj, karakter me këtë fitore, duke patur edhe një pjesë të madhe të lojtarëve shkodoran nga porta deri në sulm. Senet, unë me thënë drejtë në shpirit, s'më dole kjo që e lonë nga kampionati që kena lonë mrapa. Edhe pjesa parë, unë se në i vetin gati alo me fillu sezonin e ri, sepse kemi kënë nërkum psikologikisht jashtëzakonisht shumë, si unë edhe lojtarët. Kështu që ne kemi detyrë me ullë kokën e bë maksimumin tonë që mund në me bollet që kena ndorë me bë për tjerët më dhe zoti. Çfarë ndodhi me Herald Markun? U tha se ishte në listë, me pas doli nga lista, diçka e pas të ngushme. Nuk e di, i ditë përpara më është thënë lista që është, më dhënë s'është, domethënë unë kam ndërruar informacion për ditë që kam bë, mund ta kem ndërruar deri në sekond fund, ta kem ndërruar disa informacione, kështu që ka një ndeshje, edhe do të jetë edhe një ndeshje tjetër jashtëzakonisht stresuese, jashtëzakonisht me emocione të këqija, sepse
ta fillosh neshin, ta fillosh kur bën gjithë ata investime ke lojtor, se kishim sot Bardhin, e kishim jashtë, kishim Abdulin jashtë, kishim Dumfurin jashtë, kishim Latifin jashtë, kishim shumë lojtarë jashtë. Domethënë tan muin çohet dëm për një ditë, kjo ishte e tepër. Domethënë më starti stres humbjes kampionatit, vinë edhe kjo ishte goditje për ne. Megjithatë bravo qoftë djemve, reagunin, luftunin, fitunin. Edhe shpresojmë Në diçka fundit debutoi edhe Uldeta, një nga lojtarët e perspektivës të futbollit shqiptar. Janë djemë tri, janë djemë që kanë futbol në kam të tyne, i duhet shumë punë normalisht, po t'i fushësh një neshët të Europa Leagues, direkt neshën e parë është jashtëzakonisht e vështirë, se nga ana mendore, fizike, pasi të mos ana psikologjike. Kështu që bani neshë sot, nuk mundesh me thonë fjalë, nuk kam asnjë fjalë të keqe me thonë për asnjërin prej tyre që hinin dhanë maksimumin, sigurisht do rriten, sigurisht që kanë shumë punë me bë, mandaj ata kanë dorë. Faleminderit. Faleminderit.